Arber edhe si vetë mohet oldtimer Gjakova, mundi me na tregu çfarë kerri na ka po është në risi si vjet prej viteve të tjera? Si vjet ka vetura më të vjetra se vjet që kanë qenë. E kena Cadillac vitit 1935, e kena Cobra që s'ka qenë asnjëherë, edhe kështu rreth 50 makina janë kubu. Ka që është metalik, Tubimi raboni metalik, masi që është pamja bukur bazeni, i bodo fotove, vazhdojmë masi te Hotel Pashtriku. Ka pip për zrenit janë ja 10, PS ja 5, Gjakovës edhe do tjerë po s'kan mujtë me mëri. A mundesh me na prezantu? Unë jam Tësun Qavleshi, nga komuna Dragashit, rrethina Opojës. Çfarë lloj makine është kjo? Kjo është gjyp Renegade C7, viti prodhimi 1975, i ardhur prej Amerikës, i ardhur në Evropë, prej Evropës tani kanë ardhur këtu te ne, edhe ku marrë për një shokët që ka qenë gjendje shumë të keqe, jo të keqe, po gjendje të vështirë, po me gjitha ku mund me afru djerim këtë pozitë ku është sot. A përdora del me to, a ke edhe kështu për nevoja personale apo ke vetëm për... Vetëm kësi synete, dasma, që ka marak të atrit, pse ka një karakteristik shumë të veçantë, a u dështë atrit po tash dhurat atyne që të shojnë edhe nuk, që të shojnë edhe këta dhondurit. Mirë, nuk dashun shpesh, po ma shumë gjerej Prizren, opoj Prizren. Ndërka kjo përshqe i vjetër, 1975, po. 75, po. A keni marrë kështu, a keni qef? Po, qa është bo këtë mundore, këtë e imja. Këto kom si pasion, kom rakë të rrugullojt që për shpiki diçka, që sot e kom vua ta brinat e dhijis, e përshë? Sot e në mbrit dhijis tegër. Dhijis Dragashit a? Ja, nuk di, mi kam pru një shok, po pse ata, edhe si Viktori, po edhe ku shkon dhija natë, shkon edhe ky, a u desh? është makinë që gjitet shumë lartë. Po. Ky ka që ditan gjithë bjeshët e sharit. Edhe koret një kunal, sharë që ka bazë, brode, gjitha këtë ka qenë në asimit e zarët 2500 metre, që ka në asë ka shkuar deri në altë. Ki edhe flamurin Amerikës e po atë? Po pse Amerikan, pse mos u vaj me këta burra, i kemi jo miq, po di që thonë, audësh, mi gjitha ata në Kosova i donë me flamur të Amerikës, shkoj ka do. Çfarë kënaqësi e ndin ti kur e drejton këtë veturë? Besoj që njëri ka emocione. Kom emocione në disa pjesë kur e shohë se ku di a njëri lash onash me jo se kur eci sa e ka qef. E thot, ta kom unë këtë makinë, ta kom asi, po besoj që nuk knaqëm shumë, e më emocione po. Maraki çdo kujo është, po unë kështu që sa kom unë dhe bo. Ta tutëm, emocionet që janë shumë të maja, kur kaloj kështu qel, edhe çdo kush tash e këshyrë. Çdo kush fotografon, nal, bon fotografie, se edhe po me gjitha. Pas ke dëshirë me pas edhe tjerë? Po, ja, unë me kësit maja, po dhurat do t'jalon nipit, kësmet, që ka bo Allaj, ta që ka 14 vjeç, po antrasu si një ndërmatëri ju të grupën e Prizrenit, po tash është mirë është. Do t'jalon tash dhurat, sa mbanaj, dhe të vazhdonaj. Shumë faleminderit. S'ka gjo, sukses edhe për ju, faleminderit e ju që keni marrë pjesë, jem marrë pjesë klubin e oldtimerëve të Prizrenit, me kryetarën e atë, e Oreshkën, kështu që ecim nga kadalë. A ju shëtit një eshme? Jo, tash edhe Mbreshinë e kemi, në fund mujit, në Gushtit, kemi me shku në Shkupe, kemi me shku në Tirane, na ka thirrë edhe Athina, po tash shohim, na nuk e dim ma shumë ato ngjarje i kryetarit. Faleminderit edhe një herë, edhe kalofshi bukur. Faleminderit e vysh, faleminderit.
Mundi me na tregu në cilin vit edhe kur e keni ble këtë kerr? Ky kerr është i vitit 1935. Kerrin e kemi ble që janë një muaj e gjys. Dje ka ardhur prej Kanadës, domethënë prej Shqipërisë, prej portit. I bje dita parë mi shivu Gjakovën. Për momentin është në gjendje që shuar. Duhet mu marrë me kerrin mi punua krejt, po e qetën me pasi kur kerr çfarë modeli jo. Pse vendoset me ble këtë vjetër, kaq vjetër? Ka vendos baba se kom trashëgimi. Unë jam lind me oldtimerën në shtëpi. Për momentin i kena 19 kerë, 7 kerën e në Gjakov, edhe 12 i kom në Belgjik. Kerët vjetra apo? Ja, vjetra. Prej vitit 29 deri maj rivjo 95. Çfarë tipi ke, çfarë dhe kerë? Kjo është Cadillac, model amerikan, edhe kerët tjerë i kom 80% i kom kerë amerikane. Edhe tjerët janë Mercedesa. Se këtë dëshirë kështu me pas kerët vjetra dhe amerikane? Amerikanet e më pëlqejnë se e kanë një stil ma të veçantë, edhe Mercedesin a pëlqen se unë si fëmijë më rrit me Mercedes, e kështu që këto dy lloje ma shumë i preferojnë. Ka qenë edhe pjesë e oldtimerave të Gjakovës, shoqatës, si vjetë që shpedo këtë organizimi, a më ndryshme? Mirë, si cilën herë po mundohemi mi bo sa ma mirë, sa ma si, shpresojmë vitin tjetër ma rrit edhe ma mirë. Përbërim, për që që jeni marki makinave të vjetra, mundi me na tregu për tipin e veturës tonë? Po, kjo është Mercedes 230 CL Pagoda, edhe kjo është vetëm për 2 persona, është cabrio, do më thonë, këtu e ka debutin, po mirë po edhe Fortin e ka me në punë atje, edhe vetëm për 2 vetë është. Kjo makinë është benzinsh, 6 cilindra, do më thonë është tipa trallin, kësi nuk ka shumë tipa kështu të në Kosovë, edhe në Evropë shumë pak, kur jenë prodhu shumë pak. Këj vitin 1966, a mundi me na tregu cila është arsyeja pse i dënë kerët e vjetra? Kerët se kjo është kerët e vjetra me bo me të hinë gjak, sa në më të mirë nuk ka. Po unë edhe qem me ato mekanik, unë kom qef me punu me ta, edhe fort i du. Po kjo është edhe si smuj. Kjo është smuj, me bo me t'hinë gjak, shans nuk ki mu lërgu për të në që ku kam edhe atë qetrin, dëbardhin, edhe ato ku më punu vetë, do më thonë pi as dejnë zhërë krejt komplet. Mirë po, me bo me t'hinë gjak, kjo pun nuk mund është më nalë për këtë në kera. Se ki përvoj, automekanikët me kerët treja, mundi me na tregu dallimin mes vjetrave dhe trejave. Qështë o dallimi, se i doni për shembull një ma të vjetër se një të trej? Qëra, këto kerët e vjetra janë shumë ma të mirë si sa tipat e ri. Unë për veti tipin e vjetër du më shumë, unë kom kerë edhe të reja, po tipi vjetër është ka pak i të tënve. Oldtimer thirët, kerët ma të vjetra. Qëra gjinja pi qefit qëra sa kerë i sa sedni vetëm për me... Ma knatësi e ndjenë kërë drejton kërë vëzit? Knatësi ma knatësi kam tipin e vjetër me vëzit si sa tipin e ri. Se ka knatësin edhe në krejt kohën në për qytet me po me dalë, kur ta kini oldtimer, ose një kerë vjetër ma shumë të këqyën me oldtimer, si sa me kerë ma të ri. Përbërim, faleminderit shumë edhe kalofshit mirë. Edhe për juve, kalofshit mirë. Batatin, a mundesh me na tregu çfarë lloj veture është? Kjo është BMW vitit 1983. Është vetur shumë e rrallë, e kena pru prej Kanadës, edhe lojmë këtu në Kosovë gjithmonë, kur vim, kur ka këtu hapje për oldtimer për kera, na gjithmonë jena aktive në klubin e Gjakovës oldtimer.
A del me to akive qështu për me ekspozu? Shumë rrallë dalim, me thonë drejtë, ma shumë e rrujmë, ati se është shumë e rrallë. Nuk gjinet që tash se jo në shkuat edhe që Karabas, kështu që e rrujmë shumë e kështina në garazh, ja bojmë ato servicime, ato të gjona, kështu që është në gjendje të mirë gjithmonë. Pse i doni kështu kerrat e vjetra, çka është çaknaci është për ju ose për njerëz që kanë kerrat vjetra oldtimer? Është knasi se, me thonë drejtën, jenë rralla dhe gjona që nuk mund me pas dhe të kush. Dhe na jena mrekni me kerra dhe merre me kerra, unë bëha ekipa thamë që 40-50 vjetë, e sa merre me kerra, tash djalin e kam që merret me kerra, ka 2 servisa, një ka në New York, një në Florida, njënin i rregullon kerrën tjetër, i lyjnë kerrat edhe merret shumë me kerrat vjetra, është i certifikuar për Rolls-Royce në krejt Amerikën, në krejt botën, mundet me marrë pjesë si komisioner për si raste. Kështu që na jena si familje tonë njëri mas tjetrit, mas me djali, nipi, vavi që të djemë tjerë, se kom 4 djemë e një qi, e krejt janë mrekli në kerrat e vjetra këtë. Faleminderit shumë të din, edhe kalofshi mirë. Faleminderit për ju e lutem.